Çfarë po ndodh në Korenë e Veriut, ajo që po ndodh gjithandej, të gjithë po skandalizohen sepse aty është ekstremiteti, por do t'ju them sot se çfarë diferencë ka politika në Korenë e Veriut dhe politika në shtetet e tjerë, që është pothuajse e njëjtë. Vetëm se në Korenë e Veriut është më e theksuar sepse aty le të themi ka pushtetin një dinasti e një familjeje të vetme. Por a jeni të sigurt që edhe në botë, pra në shtetet e tjera nuk ndodh kështu? Dëgjojeni me kujdes dhe pastaj reflektoni dhe bëni komentin tuaj. Si gjithmonë, kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit për mbështetjen. Për ata që nuk e din, informacionet ose lajmet e fundit janë intensifikimi i ligjeve në Korenë e Veriut, ku Kim Jong ka bërë tani një fushat të madhe, sepse ka disa të rinj që shikojnë filmat e shtetit fqinj, pra të Koresë së Jugut, dhe nuk duhet i shikojnë. Vishen ekstravagant dhe nuk duhet të vishen. Flasin kundër Kimit ose kundër pushtetit, nuk duhet që të flasin, por të ngordhin aty si minjt. Kjo ndodhte edhe në Shqipëri, ndodhte në Rumani, ndodhte në Hungari, ndodhte në Poloni, pra në të gjitha, madje edhe në Rusi, sepse Bashkimi Sovjetik ishte pothuajse ai që mbante më shumë nën kontroll në kohën e Stalinit. Megjithatë, doja t'ju thosha, ju jeni të bindur që në vende të tjera nuk ndodh kështu, po le të vazhdojmë pak me ekstremitetin e Kim Jongut. Kim Jongu, për ata që nuk e din, përpara tij, ai vjen nga një familje që ishin ashtu siç edhe ai, pra si mund të themi, sundimtar të Koresë së Veriut. Dhe jati i tij ishte Il, Jung Il, një gjë e tillë. Dhe Jung Ili, që vdiq në vitin 2011, i la vendin djalit. Por përpara Jung Ilit ishte Jung Sung. Dhe Jung Sungu, që vdiq, mos gaboj, në vitet 1994, ai ishte vetëm me të vërtet proletar i Partisë Komuniste dhe ishte ekstrem. Ai e donte shumë popullin, në fakt e vdiq për të ngrënë popullin. Më dëgjoni me kujdes, sepse është shumë domethënse kjo përmbledhje. Por përpara Sungut ishte edhe Yi, Kim Yi. Kim Yi-u, që vdiq në vitet 30, 26, një gjë e tillë, ishte babai i Sungut, pra një dinasti e një familjeje që mbajnë nën kontroll një popull të tërë. Duhet të dini, për ata që nuk janë të informuar, në Korenë e Veriut nuk ka jetë, sepse të rinjt, për shembull, qoftë meshkuj apo femra, bëjnë një shërbim ushtarak deri në 20 vjet, 17 deri në 20 vjet. E dini se çfarë do thotë apo jo? Pra që të vegjël që 14-15 vjeç i nxjerrin aty që të bëjnë shërbimin ushtarak, dhe mbas 20 vitesh ata ku del koha atyre për të martuar, për të bërë familje etj. Ku? Dhe përse, çfarë mbrojnë? Ata mbrojnë vetëm dinastinë, mbrojnë vetëm këtë politikë të qelbur. Dhe është e tmerrshme, siç po thoshja, që tani e ka intensifikuar akoma më shumë, sepse çunat e rinj ose vajzat e reja shikojnë filmat e shtetit fqinj, pra të Koresë së Jugut. Para ata që duhet të dini që atje në Korenë e Veriut nuk ka rrjete sociale si kemi në gjithë botën, absolutisht jo, sepse ndryshe të arrestojnë në vend. Të arrestojnë madje edhe të pushkatojnë në vend. Nuk mund të thuash ti që diçka për Kimin, sepse Kimi të vret. Bile Kimi tani, kohët e fundit, po stërvit vajzën e tij, 13 vjeçare, Kim Ja quhet vajza e re. Nuk e di e keni para apo jo, por Kim Jaja është një vajzë 13 vjeçare që kërkon që të marrë pushtetin, sepse është shprehur babait të saj që do që të ketë pushtetin dorë, është vajza, sepse ai ka 3 vajza. Më duket është vajza e tretë kjo, dhe Kimi po i bën fiskulturë që të vatë në qeveri, sepse e madhja është shumë agresive, thot. Sepse ajo e madhja është shumë agresive, për ata që nuk e din, e madhja ka bërë le themi krimet shnjërzore, të paktën kështu thuhet. Megjithatë, unë nuk dua të gjykoj askënd, por dua të gjykoj diçka tepër serioze. Jetojmë në vitin 2026. Bota nuk është private. Dikur ishin të mbretërve, pra disa zona, disa shtete ishin të mbretërve. Pastaj u ndrrua dhe u bën parti. Dhe pas partive u bën parti të tjera, gjoja të atyre partive të mëparshme, por që jo ka ndryshuar vetëm emrin.
Ju thash në fillim dhe fillova këtë, duke thënë që jeni të sigurt që në vendet e tjera nuk është kështu. Shikoni, bëni një përmbledhje në të gjitha shtetet e botës, çfarë politikanësh gjenden aty. Janë gjithmonë të njëjtë politikanë. Ata janë aty dhe janë fëmijët e dikujt, kushurinë e dikujt dhe janë aty. Pra, nëse keni vënë re, duket sikur politika, jo duket, por politika mbahet gjithmonë nga ata. Vetëm ndryshojnë ngjyrat e politikës. Ndonjëherë vjen me të djathët, ndonjëherë me të majtët, ndonjëherë me të lartëmit, ndonjëherë me të poshtmit, por nuk ndryshojnë shumë. Janë gjithmonë ata, janë gjithmonë fëmijët e atyre. Dhe ky është llumi i llumit, sepse nëse do të shkulet nga rrënjët këto pislëqe, mund të rregullohet diçka. Ania, planeti Tokë, ka kohë që ka filluar të lundrojë në det hapur, e kam thënë këtë disa herë, dhe ka qenë vitin 2000. Dhe unë shpresoj që kjo lëkundje e madhe e këtyre dallgëve të mëdha, që duhet jetë populli, në të vërtet, ti përpi këta gjakpirës që vazhdojnë akoma në të gjitha vendet, në të gjitha shtetet, të sundojnë akoma njerëzimin, duke sunduar me familje. E përsëris edhe njerë, ndryshojnë ngjyrat e politikave, ndryshojnë fjalët, por janë gjithmonë ata. Dhe kur gjenden aty, marrin gjithmonë ata. Pra, marrin gjithmonë ata që kanë qenë më përpara, fëmijët e tyre, kushurinë e tyre, nipat dhe mbesat e tyre. Dhe unë them një diçka, mbajeni mend këtë mbajeni mend. Do të vi një ditë që secili prej këtyre do të japi llogarinë, jo nga populli, por nga diçka tjetër, që nuk ka lidhje fare me popullin. Dhe ajo diçka tjetër është shumë më e rëndë se sa një ndëshkim që mund të japi populli. Si është e mundur që sot në një jetë që bëhet sot, sepse si sot ka zhvilluar njeriu, si është e mundur që sot në vitin 2026 të bësh ligje të tilla si për shembull në Kore. Të bësh ti të thuash të rinjve ti nuk duhet të shikosh këtë, nuk duhet. Përse? Për çfarë arsye? Ti pse i shikon? Ti pse bën? Ose kush dreqin je ti që të më thuash mua se çfarë duhet bëj unë? Kush? Pra, unë shpresoj që të përmbyset njëherë për gjithmonë kjo diktaturë që vazhdon ende sot prej vitesh. E përsëris edhe njerë, dikur ishin mbretër, pastaj u bën politikan, nga politikan tani u veshën me ngjyra të tjera dhe janë pothuaj të njëjtët në çdo cep të botës, në çdo kom të botës. Dhe kjo është sëmundja më e keqe që duhet shkulur. Dhe po vjen momenti, do të ndodhin shumë gjëra, shumë shpejt, shumë afër, por do e hanë edhe ata pak dhe nga ata që nuk kanë lidhje fare. Për fat keq do të jetë kështu. Nuk është se vendosa unë, këto janë vetëm ato që dihen prej kohësh dhe tani u zgjua populli dhe po i kupton që do ndodhë kështu. Megjithatë ju çfarë mendimi keni? Si mund të komentoni në një situatë të tillë në Kore, në Korenë e Veriut, ose edhe në botë, ose edhe në politikat e botës dhe në atë vend ku gjendeni ju, në shtetin ku gjendeni ju. Më thoni, pres komentet tuaja. Kalofshi buku, ju përqafoj.